Ca trikat të ndërveprimit ushqimor janë shumë të rëndësishëm për me ditë se qysh me përdor ushqimin mençëm, që më na hyn punë neve. Hajde këqyrim bashkë. Zbërthej hekurin me vitaminë C. Për shembull, spanaqi është resurs i mirë i hekurit bimor, por nuk është i lehtë i tretshëm nga ne. Kështu që për me zbërthy, përdor vitaminë C, kaverdis spanaqin, shtrydh limonin mbi të e that's it. Qysh me marr ma shumë perime? Për shembull, nuk porosit perime jashtë, se zakonisht janë të dekne në ndyrë, plus janë të shtrajta pa nevojë, përveç asaj që zakonisht qesin shumë pak. Kështu që i mon perimet e fresta për rreth, e kalon procesin e prerjes që është meditim në veti, edhe i kavërdis ose i bën në ovull shumë shpejt brenda pak minutave, maksimum 2 deri në 3 minuta. Buk me buk. Jo. Ne ballkanësit kogja jena homofob, e kënej hojmë buk me buk, kogja një farë hipokrizie. Homofobia sërsa një mirë, por edhe duhet me mësu një gjë, të palogjikshme mos me bo. E që është me i hongër pastat me buk, orizin me buk, ose patatet me buk, sepse vetë këta shoqërus janë buk, karbohidrat. Prandaj han pataten vetë të shoqëruar me pull. Për shembull, shumë është lehtë me e bo në furrë, e nëse e keni furrë të qartë si kjo e smegut, ajo e bën për ty, e ka kuzhinierin e vetë, e zgjedh ti, çfarë do me bo në mënyrë që ajo me ta kry pjesën tjetër të punës. Analogjia ushqimit me pjesë të organizmit. Për ka aspekti shkencor, hecë është e vërtet. Është një rastësi ku benefitet nuk ndërlidhen si shkasi formës tyne, por biokemisë tyre. Por që mund të themi që ka një herë për hir të lojës së jetës, mundemi me i thjeshtësu gjërat në nivel të shpjegimit për fëmijë. Për shembull, panxari është i mirë për gjak, e ka ngjyrën e gjakut dhe kështu ma lehtë e mbani në mend. Kur nitratet e tij përzihen me bakteret e gojës tonë, formon oksidin nitrik që ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe zemra jote nuk ka nevojë me rreth 2-3 herë më shpejt për me qarkullu gjaku më mirë, sepse panxari ja ka ndihmu. Për njerëzit që ecin, vrapojnë, kanë probleme me ëndje të gjymtyrëve e tjerë, langu i panxarit ose vetë panxari ndihmon shumë në këtë proces. Adaptogenet janë bimë që na ndihmojnë me u përballë me stres. Keni ndëgju për to? Ashwagandha, të gjithë e njihni, tepër e mirë për përballjen me stres, veç mere para orës 3 se të shkakton ëndra të këqija. Xhenxhefilli, tepër i mirë për imunitet, tretje dhe reduktim të stresit. Për shembull një recetë. Mundemi me marr ujin e vluar që e bojmë për çaj, me qit xhenxhefill, me i shtu pak limon, mint dhe astragalgus. Është një adaptogen jashtëzakonisht i mirë për përballjen me stresin, rregullimin e gjumit, rregullimin imunitar. Ky kombinim është një bombë e vërtet për me ngrit imunitetin e juaj, prandaj provoje, bëni çdo ditë, leje që aty, të hinën punë, 2-3 herë në ditë, e pen dhe e ki një pije e cila të ndihmon shumë me u qetësu dhe mos me i marrë gjanat qaq shumë afër zemrës. Gjithashtu, çaji tulsi, nëse keni ndëgjuar ndonjëherë, ose borziloku i shajt, që ndihmon shumë me lodhjen, harresën dhe shqetësimet të gjumit. Këto janë disa adaptogen që ndihmojnë shumë me fuqizu imunitetin ton dhe me i ushmang stresit ose me ul nivelin e tij. Mbajini në mend që shëndeti është pasuri, kapitali më i madh që mundeni me pasë në jetë, prandaj dijeni që stresi zakonisht na ul imunitetin, kur na ulet imuniteti dhe kemi nivelet larta të stresit, bëjmë zgjedhje më të gabume, hajmë varfër, nuk ushtrojmë, lëvizim më pak, jemi më depresiv. Prandaj, për ta luftu stresin, i luftojmë të gjitha këto gjërat që vijnë më pas. Hidratohu dhe përtype ushqimin. Kur zgjohem në mëngjes, automatikisht jemi në gjendje lehtësisht të dehidruar, sidomos ata që dirsitën natën. Është mirë me marr pak ujë me krip dhe ose gjys kapsule elektrolit. Pi ujë. Shumë herë uria ngatrohet me etje. Gjithashtu, përtype ushqimin, sepse trurit i vjen kohë me e kuptu se është ngop. Kur e thith ushqimin e Johan, sikur që ky aspiratori smegut që po të merr ka me veti,
edhe ty lënë mo tymin, atëherë e mbush veten pa shiju atë ushqim dhe mbetesh i pakënaqur në fund psikikisht. Tretja fillon nga goja dhe mos përtypja mirë është shkasi shumë situatave të pakëndshme që njerëzit i kanë me sistemin tyre tretës. Përpunimi i ushqimit. Çka do që i bojmë ushqimit prej momentit që e prekim me dorë është përpunim. Prerja, larja, zirja, fërgimi. Për shembull, në ditë sotit, struktura e ushqimit ndryshon deri në derexhe që mos dihet as që është ushqim, sikur ato ushqimet që duken si lodra. Që ato duhet me i përdorë dikon 1 deri 2% të kohës në jetë që ato ushqime. Ushqime ndahen në fare ose shumë pak të përpunume, ose të stërpërpunume, si që thamë dhe më herët, që janë më së paku të favorshme. Nëse, mënyrat më të mira me i përpunu ushqimet në shtëpi është me i zi në avull ose me i dhënë një skuqje të lehtë. Pastaj vjen pjekja në furrë ose fërgimi në temperaturë mesatare. Prap, ne ballkanasit fatkeqësisht jemi edhe shumë racista e ne mishin e hajmë terzi. Në vend se me skuq çdo gjë në temperaturë të lehtë, duke i dhënë rëndësi edhe zgjedhjes së ferterave. Në këtë rast e blejmë ferteren me vetim mbrojtëse që ndërveprojnë shëndetshëm me shtresat e jashtme të ushqimit pa kriju radikale të lira edhe të zgjatë 5 vjet. Sigur kjo e smegut, në vend se me i ndru ato sikur... Nëse i skuq lehtë perimet, mos e zgjat më shumë se 2 minuta, shto vaj ulliri edhe i ruan krejt vitaminat B dhe C të cilat nëse i kallim zhduken komplet dhe konsumi i perimeve shkon hoq pastaj. Për shembull smegu, më pëlqen që përveç që e ka bukurinë, e ka dhe mençurinë. Liron nxehtësi ashtu që mos me i djeg ushqimet e me u adëmtu përbërësit të cilat nga ferterja duhet me arrit tek ne. Për shembull patatën, nëse ja hek lëvorën, i liron disa mekanizma mbrojtës të saj që i hek veprimet antioksidante. Patatën e pren, e lën në ujë 15 minuta me ja blloku oksidimin dhe pastaj e përpunon. Nëse brokolin nuk e pren, nuk ke akses tek fetit antiinflamatore dhe antikancerogjene të tij sikur sulforani. Kështu që ideale është me pre brokolin, me me qëndru 90 minuta derisa të shuhen mekanizmat mbrojtës bimës, pastaj me i përpunu, i shton pak hudër, vaj ulliri edhe ky ndërveprim është një bombë e shëndetshme për benefitet e secilës s'ki as nevojë mu ngarku.